حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vëllezër dhe motra të nderuar, mirë se erdhët në takimin e radhës. Allahu ju rujtë e ju dasht, e u dhasht mira në dynjat e në ahiret. Njeriu në këtë dynja din me ka një mirë e din me ka një keq. Edhe mundet me ka një mirë, por mundet me qenë për me kanë edhe i keq. Sa pasuri e sa kënaqësi është kur i shef të tjerët se janë të mirë, apo kur të tjerë të thonë se je i mirë, dhe në të kundërtën. Sa keq është kur dhe sa dhimin që besa, kur shef vëllezër të cilët, për dhe motra, kanë tiparet liga, veset tulta, apo runë në zëtë, flasin njerëzës edhe të ki tiparet tulta. Allahu na ruajt. La ilaha illallah. Qysh me shku në xhenet njeri i njëllosur, i plëhnosur me tiparet tulta, me smundjet zemrës, qysh me hinë xhenet? Qysh me hinë xhenet? A na jemi nisë për xhenet? Andaj, dohet me kanë i pastërt për i njollave, smundjeve të zemrës. Imagjino, se kurse në një vend, në një darsëm, në një restoran, në një xhami, në një vend të bim, nuk kam më rëndësi ku ka kollablak njerëz, kanë bërë ftesën e hapur, e janë një njerëz, por ka kushta të me hy. Një prej kushteve, teshat e pesta nuk i lojnë me hy, me teshat pesta nuk e pranojnë, dhe në këthau. Të thu, po ku mu këthyta shone ka marrë largë, s'ka mundësi mu këthyta atjon, që të teshat që kam tjera s'kam. Që ka të thonë? Na vje keqë. Neve nuk në interesan, a ka ardhur largë apo ngatë. Neve në interesan, me këtu tesha, mrena nuk ka mundësi me. Dhe mbetesh pa hy. Mërzitesh, zhgënjehesh, dëshpërohesh, por kërkën gjenah nuk eshtin. Ata i shirin punën e vetë. Po, edhe në xhenet. Jo se cilë njeri mënet me hy, ata në kanë qef me hy. E nuk i lojnë. Nuk i lojnë me hy tanë në xhenet. Ja, nuk i lojnë. Sepse në xhenet nuk është më rëndësita është teshat e përlyera të pesta, por zemrën e pestë, të përlyer, njëllosën, me smundje, me vetit këqija. Pa e pastruat zemër, në xhenet s'mundesh me hy. Për ata pejgamberi ka thonë, alayhi selam, ai i cili vjen ditë kiametit, dhe është i pastërt, prej qibrit, prej mendje madhësisë, prej vetë pëlqimit, la ilaha illallah, ka me hynë xhenet. Ai njeri i cili është largë kësaj smundje, mendje madhësia të dashurët e një smundje. Smundje, mendje më dhejt, haset gjitë që kanë zili, këta njerës, kur rahat qetë smujnë me ka. Vetë, kërkush pej po kur gjo, vetë. Sepse, çdo send, çdo sjellje, çdo përparim, çdo lumturi e të tjerëve e pengon. Jo që pengon, ja kallë zemrën. Që kanë e qitë?
Ai që ka haset zili, me të pajtu i kesh, thot, këpse kjo është i lumtur, unë s'po kesh. Me të pajtu hangër mirë, thot, e pse kjo pa harë mirë? Qa me bëke me hangër kashta? Po, këtë me hangër kashta, bëk thot. Mos lasë me të pa, ka hec, ka përparan, ka shkrum, ka flet mirë, ka doj njerëzit, ka qenë zoti pasoni, shëndet, grot mirë, burt mirë, thmit mirë, që të vi rezultatit tash edhe shkakit i tjerëve, pse tjerë dojnë të bëtë keq, të magjia, të kodijone, pse të kaninati zili. Edhe mendje madhësia të një të ngjaha, mendje madhë. Ka që kanë e kanë kryeta. Nuk bëne me ka me mirë se unë, nuk bëne me ka me madhë se unë, unë e jem këto. Unë e jem këto, e unë e qka jem unë? Po ti e unë, po veç, edhe unë jem unë, dhe aje është aje, dhe se cëllë njëri ka venin e vetë. E kje e brejnë atë me ti madhër. E brejnë. E Allahu i madhruar, atë shumë e kondërshtan, apo atë shumë e urejnë më mirë me thanë. Mendje madhen, sa që ja ka bo haram gjennet. Për ata ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, nuk ka për të hyrë në gjennet ai njeri cilin zemrën e ti ka mendje madhësi, qoftë edhe sa një thërmi e vogël. Një grimc mendje madhësi, s'ka me hinë gjennet. S'pranon gjenneti njerëz mendje mëdhej. Allahu na rujt, ja Rabbi. Pra edhe ta shkatron jetën s'len kur rahat këtë dynja, edhe atje ta bën haram gjennetit. E qka fitove? Qka fitove? Qka fitove i shkret? Sens fitove. Për ata pejgamberi Zotit, sallallahu aleyhi wasallam, është lutur edhe në namaz, me rujt Zoti prej mendje madhësis, prej vetë pëlqimit. Me rujt Allah, se s'mund jeran e cila po ta ka plej zemrën, të falë të Zoti, të falë të Zoti. Allah o na rujt. E qka dënë Zoti për njeve? Dënë me kanë robi modest, me kanë modest robi. Me kanë modest, i thjesht, ullt. Mos më dallu për njerëzve tjerë, të nëse dallon me shkollë, nëse dallon me dije, nëse dallon me pasuni, për të mëse qfaq para të tjerëve. Bëhu modest, kur ti jesh para njerëzve, ata hajnë buk me djath, hati me ta, ata ullin në tokë, ullit me ta në tokë. Ullit me ta në tokë. Mëse të Allah për tyne. Kështu ka qenë pejgamberi Zotit, sallallahu aleyhi wasallam. Je më afër Allahut, je më afër zemrave të njerëzve, je më afër gjennetit. Dhe në të kundërten, me mendje madhësi e largë Zotit, për dhe largë njerëzve. Kur përjet ju garantoj që mendje madhen me dash njerëzit. Kur përjet. Jetojnë me ta, rrinë me ta, flajnë i shtrat me ta se ka grua, ka burra, ka bab, hani sofer, por me dasht, ja, pse? Se mendje madhe që kur është nërsen. As gjeneti si dënë pra, nuk i pranon. Pra ta ka në hadith pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, ihtajjet il gjenetu vë nar, kanë debatu gjeneti dhe gjenemi. Ka thonë gjenemi, mua të onë e vinë njerës të mendje më dhaj. Mendje më dhaj, zullumqarë. E ta në zullumqarë ka dhe mendje madhësin. Dhe kundër taj që mendje madhë, a edhe bënë zullum njerëzve, se si format, ka dhe i zullumi. Të onë ka thonë vinë zullumqarë të mendje më dhajt. Gjenet ka thonë Allah vinë fukarat, njerës të shkret. Të onë e vinë njerës të dëp, njerës të lik. Të onë nuk vinë mendje më dhajt. Të nuk vinë zullumqarë. Të në zvinë ata. E Allahu pastaj
ju ka drejtu xhenetit dhe xhehenamit e ju ka thënë: o xhenet, ti je rahmeti jam, me ty e mëshiroj këndo për krijesave të mia. O ti xhehenem, ti je dënimi jam, me ty e dënoj kënd të dua prej krijesave të mia. Dhe të dyja t'ju keni me mbushur plot, plot. Allahu na bëf për atyne që janë banor të xhenetit, ja Rabbi, e jo për atyne që janë banor të xhehenamit. Allahumma amin, dhe deri në takimin e radhës. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.